Rrugët e ngrira detyruan ndërhyrje emergjente. Këto janë pasojat e stuhisë dimrore, teksa temperaturat e ulta paralizuan jugun e SHBA-s. Qindra trupa të gardës kombëtare në Mississippi dhe Tennessee e goditur nga akulli u mobilizuan për të pastruar rrugët dhe për të ndihmuar njerëzit e bllokuar në makina ose në shtëpi. Me 10 mijëra banor janë ende pa energji elektrike, ndërsa shtetet jugore nxituan të rikuperoheshin nga stuhia dimrore shkatruese, përpara se një tjetër shpërthim i të ftohtit të rrezikshëm të godasë të premten. Autostradat ndërshtetërore 55 dhe 22 mbetën të mbyllura në Mississippin Verior, ndërsa ekipet e emergjencës përdorën kamion tërheqës dhe borë pastruese për të liruar rrugët. Guvernatori i Mississippit, Tate Reeves, tha se 650 trupa të gardës kombëtare po pastronin pemët e rrëzuara nga rrugët dhe po shpërndanin ushqime, batanie dhe furnizime të tjera me kamion dhe helikopter. Ai theksoi se gjithsej 14 persona kanë vdekur në Mississippi gjatë kohëzgjatjes së stuhisë. Dispečerët e emergjencës aty morën telefonata nga njerëz që po mbaronin ushqimet dhe ilaqet, ndërsa ishin të bllokuar në shtëpi. Zyrtarët e Mississippit thanë se kjo është stuhia më e keqe dimrore e shtetit që nga viti 1994. Rreth 80 qendra ngrohjeje u hapën në të gjithë shtetin, i njohur si një nga më të varfrit e vendit.